A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. E lexojm kitabin Sirajul Muttaqin, që është një mukhtasar, i thuajnë. Mukhtasar i vjen për zgjedhje hadithesh nga një libër më i madh. Sahihul Bukhari pse shumë i gjerë, shumë ulema kanë shkruajtur mukhtasare të këtyre librave të mëdha. A faktikisht se vapet i fitojmë si me lezu Sahihul Bukhari. E tash që ta bëjmë pak më shpesh, edhe mos na ndalet ajo rrjedhoja e derseve, me lejen e Allahut, pa një orar caktuar. Prandaj nuk e lajmërojmë xhamatin, ama prej YouTube kush na ngjon që të përfitojnë, neve do mundohemi të paktën javët një herë edhe këtë kitab me e lexu. Do me thonë, e në Shifa i Sherifi, e në këtë kitab të bekuar, Sirajul Muttaqin, faktikisht Sahihul Bukhari do jetë. E pësa shpe nuk do jetë me xhamat kështu të gjallë, mund të edhe unë të jem pak më i kadalshëm, mirë po, me lejen e Allahut të koncentrohemi te kitapi, çka thot, që të na shtohet vlera e haditheve në zemër. Me atë niyet e kena nëjës këtë kitab, vlera e haditheve në zemër të na shtohet. Se njeri, e në arabët të, po e në turkët e kanë një laf, gëzden Irak, dilden Irak. Sa ma larkë syve, qash ma larkë edhe zemrës. Ose kur nuk e njohish diçka, nuk mund të edhe ta dush ato send. A njerë të duhet bëhesh hashërneshër, duhet meresh me atë punë, për të hije dashnia për atë punë. E tash neve dhe lexojmë hadithe pak ma shpesh që na lidhet zemra për hadithe. Në ta kuptojmë se pa hadithe, as pejgamberin së ne kuptojsh, as islamin së ne jetojsh, as kur gjo s'ka pa hadithe. Tamam. Mirë, dersin e fundit, që e mbajtëm në xhamin ton për xhuma, e kemi mbaru me hadithin, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu, men selim el muslimune min lisani wa yadihi. Musliman është ai njeri që musliman tjerë janë të siguruar nga lisanihi, gjuha e tij, wa yadihi, dhe nga dora e tij. Këtu dham dos qarime, se duhet ndryshe pak me ju qas, haditheve, ajeteve, se në lexim të parë, musliman. Atëherë, momentin kur e ofendove dikë me gjuhë, apo kur e lëndove dikë me dorë, nuk duhet t'jesh musliman, ama kështu nuk mund të kuptohen hadithet. Pse? Hadithet tjera as na lan kështu ta kuptojmë. Ajetet tjera as na lan kështu ta kuptojmë. Tamam. Atëherë si dia jepshim kuptimin, musliman i vërtet, musliman kamil, musliman i përsosët, është ai njeri që nuk e lëndon asnjënin as me gjuhë e as me dorë. Po, a mund parashtrohet pyetja kështu? Pejgamberi ka thënë me gjuhë dhe me dorë, atëherë në shkelm, a mund t'ja fus? Jo. Prandaj nuk i qasesh tek kështu haditheve dhe argumenteve fetare. Pejgamberi ka thënë mas farzit në veç mbas farzit. Jo, prit pak t'i shojmë në hadithe tjera. Ta shojmë pak logjika çka thot. Tamam. Çka do të thosë pejgamberi alayhis salam? Mos e lëndojsh, mos i pengojsh dikujt tjetër. Kjo zakonisht pse bëhet me gjuhë dhe me dorë janë përdor këto dyja. Ktu mund të hyj edhe me kraje, nuk mund t'ia fillosh në kraje njerit apo. As në shkelm, as në bryl. Tamam. E nuk kuptohet ashtu cekët argumenti i sheriatit. Prandaj hasim dënjera, po. Pejgamberi ka thënë s'ka namaz pa Fatiha, në tem bas imamit ma pa lexosh Fatiha, nuk i kuptohet, nuk qaset kështu në argumentet tona. Tamam. Atëherë, nëse e kuptojsh ashtu fiks, duhet sipas këtij hadithi të jesh qafir kur e lëndosh dikë me gjuhë. A e kemi lënduar dunjanin me gjuhë plot. Si japim kuptimin, musliman i përkryer. Atëherë edhe ajo namaz i përkryer. Prandaj bëhet vajib Fatihaja, farz është veç leximi i Kur'anit. Nëse. Vel muhajiru tham, dhe muhajir i vërtet është ai njeri që hejera mane Allahu anhu, largohet nga punët që Allahu Taala i ka ndaluar. Mirë, para se më bon 20 minuta, bon më një isharet. Dhe këtu e kishim ndal dersin. Tash vazhdojmë me hadithin e ri, faktikisht dersin e ri. Bismillahirrahmanirrahim.
Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma transmeton se enne rajulen, një burr, një person, se elen nebije, e pyti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kështu: Ejul islami khajrun, cili islam është më i khajrit? Që prap së një qasë shu, cili islam është më i khajrit? Nuk ka disa islame. E këtu tash dhe paramendojmë para fjalës islam, një fjalë tjetër. Kësa i thujnë takdir i ismi mudafit. Këto në terme ma profesionale. E në këto, pse kom shpresa e në andër e kom, gjem të ri që du në bënë hoxalar të ndjekin këto, themi është në studime, leta marre Bukharin, të vje sikur bashkërisht e studiojmë Bukhariun. Ju tash ndoshta nuk e keni njetin bëni hoxalar, ama ndoshta dëkushi, dhe marre Bukharin, hajta në gjojmë hoxën gjithot, që këto fjalë miro me i ditë hoxalarët. Nuk mund t'japish kuptimin këshu, me përkthy këtë qitab, cili islam është më i khejrit. S'ka shanca. Nuk ka kuptim kjo. Këtu bëhet takdir një ismi mudaf, i thujnë. Para fjalës islam e imagjinojsh e paramendosh një fjalë. E ju khisalil islami. Cila vepër e islamit është më e khejrit? Cila cilësi e islamit është më e khejrit? Atër ka kuptim. Kale tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tut'imu ta'ame, të japish ushqim, do me thënë, ti ushqesh të varfrit, po këtu nuk e ka cek vetëm të varfrin, është sevap edhe shoqnin të qerasish, ani se mund tjetë ma pasanik se ti, me i dhanë dëni, drek dëni dark, është sevap. Pikta kupton një mo mesazhin. Ka pat një hoqë, nderse, kështu tu dhanë shembuj, për shembull, unë e vesh i këmesh XL, ja ka bo, e mo merë një vesh ju pja të i mesazhin. Ni, do me thamë, vepër e mire e islamit, pimat mirave, me ushqy njerëzit, wa taqra'u selame dhe taqra'u me lexu, do me thamë me i dhanë, e selam, ala men arafte, mbi atë njeri që e njef, wa men lem ta'rif, edhe mbi atë person që nuk e njef, dhe këtu ka një sqarim shumë të bukur, ku shoki hoxha që e sqaron Bukhariun, plot hoxhallar ka pas apo. Banja men që këtë. Ibn Hajar el Asqalani është ma kryesari, ma i madhi. Bedruddin el Aini, këto në ulemat më dhe që kanë dhanë komentime mbi Sahihul Bukharin. Ka dhe shumë tjerë. Mirë po, neve, pse kemi jetu dhe jetojmë halan që këtë teritor. Dhe në këtë teritor ka pas një shtet me sheriat që ka u theq. Dhe anë mban në xhamiat i zbukurojmë me flamujt e atyne, librat e atyne i përdorim, apo shahadetin ato që na kanë mësuar pse e shqiptojmë, unë për herë anoj me imbajt ulemat e peranduris Osman e ngat. Helbet apo unë së ne kuptoj, veç pak si, dëm shpëtoj e hoxha që ka jetu që këtu. Ose që ka ardhë njerë për vizit që këtu, ose me detyr me vazife ka ardhë që këtu. Komentimin e Riyadus Salihinit të cilit alim të madh e lexojshim, Ibn Kemal Pasha. Ka bo vazife disa vjetë në Shkup, atë në gjoje. Ma shko ma larkë, ta ma. Të ruhemi këshu, me ato të tuanit si i thujmë neve. Edhe kjo është hoxha i Fatih Sultan Mehmedit, Molla Gyrani, ta ma. E ka bo koment Sahihul Bukhariun. A i thot, është një vlerë shumë e madhe me i dhanë selam muslimanve, apo. Mirë po, pse ka thamë pejgamberi a.s. be atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh, mirë po, në klapa, musliman duhet me qenë, tamam. Si pas Kuranit, nuk mund Esselamu alaikum me i thanë një njeri që nuk është musliman. Po ja, unë e ty të njofë, thëmë selamun alaikum. E shof edhe këtë me tërlëk del pijamie, ati nuk i japë selam, se njofë, jo këshu në islam. Thot, që të quhet ibadet edhe sevap ajo që t'japish selamin ati që e njohish, pa qetër duhet t'japish selam edhe ati që nuk e njohish, që quhet ibadet. Se për ndryshe, thot, dhe ishte qenë me bo dalime. Walau me jeste bihi, nëse bësh dalime, këti i jap selam, ati nuk i jap selam, fekat ra ejte ke bo sve faci. Tamam, jeshtir. Subhanallah. Dhe ka dal nga të qenurit për izat Allahut, është bë për çështje personale.
Tash, ose kam ndonjë përfitim material nga ky që jap veç këtij selam ati nuk jap, ose pse kam këtë shok, me këtë raj ma shpesh, këti di jap selam ati nuk jap selam. Kantari shumë i hollë, po. Prandaj duhet se cilit me i dhanë selam mirë, po prap nuk kuptohesh ashtu islami. Hoxha, unë i thom selamun aleikum, ai më kthen tu nga tjeta, ati mos i jep selam. Ose nuk do ta kthej selamin, e di se ka ardhur veç shumë, se on penzion, freke, para vdekjes ti fale do namazin. E di se nuk do ta ktheje, atëherë nuk shkruhet gjuna me se i dhanë atij selam. Se e di se nuk do ta ktheje. E fejtish ma shumë gjunafat, se me dhanë selam o sunet me e kthy është farz, vajib. Edhe neve dëkush nëse në ka dhanë selam, aleikum selam, pa qëtër e kemi t'i themi. Tamam, është një prej hakut të muslimanin dhe muslimanit. Vajib bëhet kjo. Tamam. Mirë po, duhet me pas kujdes. Themi në Stamboll, shkojsh në për ato xhamiat e bukra. Ato musliman, janë musliman të pjekur. Ato sën presin të i të thush selamun aleikum, bile bane pak me yqet të vaj ma turski, selamun aleikum, bonja, me njerë dhe ta ktheje. Do të marrë ndoshta një çaj do ta qera, se ndoshta do të marrë në shtëpi, do të presë si mysafir. Mu ashtu më ka ndodhur. Selamun aleikum, pika jepi Maqedonie. Heste unë në shtëpi të t'jap një darkë. Shif, e në atë fillim të hadithit, tu të imu ta'ame, me njerë ta qeras një drek, një darkë. Mirë, do thonë që këtë holsi mos e harrim. Duhet me i dhanë kejtve selam, jo me bot dallime, kjo xhamati jem, ki nuk opi neve, kjo bidatçi, kjo sufi, ashtu jo. Një njeri që den nga xhamia kitve u japim selam, ehli qibles i japim selam. Tash hadithi tjetër vjen si një nëntitull, babun një nëntitull, minel imani është nga imani en yuhibbe li akhihi, një person musliman ta doj për vllaun e tij ma yuhibbu li nafsi, atë që do për veten e tij. Kjo nëntitulli, faktikisht një pjesë edhe hadithit. Pra, është nga përsosshmëritë e imanit. Është nga imani kur themi, jo sharti i imanit. Sharti i imanit çka është? Besimi në Allah, besimi në melaqe, besimi në libra, besimi në pejgamber, besimi në ngjalljen pas vdekjes e në besimin në caktimin e Allahit. Këto janë 6 shartet. Për këtyre njëna mungoj qafir. E tash, pejgamberi thot është nga imani ta dush të merrën e vllajt ashtu si e dush për veti. E po mes e dasht. Cili e don fix çaq. Apo, punoj shtan vitin ti, e ne blesh një vetur 60.000 euro, problema edhe mund nëse je çaq muslimani mirë, apo. E vjen ashtu. Shif, nuk kuptohen kështu hadithet. Është nga përsosshmëria, thon ikmal për me vë kamil, atë muslimanlek halist për kryer. Po çka është dashuria e yuhibbe? Vjen nga rënja mehabbe, ne i themi muhabet. A keni muhabet? A kanë muhabet apo? Allah i vashtoft muhabetin, a themi për çiftin e ri sa martohen. Ama neve çat shumë xhie devijojmë këtë muhabet, këtë temë, këtë fjalë themi, him këtu në mezhlis, kur bëni ju 7 burra me një muhabet, themi a keni muhabet, estakfirullah. Me art një arab mund të na keq kuptoj, apo? Mund të na keq kuptoj. Si ka ndodhur me atë gjikatë pi Skandinavie këtu. A e dini atë muhabet? Ka ardhur këndi pari kanë, kur i ka pat çajtore tona kit burra. Ka thënë, mashallah, këto shumë ma para se ne qenë kanë, apo? E nuk kam sa të shofe me një vend këtë burra. Me habbet, qka do të thosh ka dashuri? 2 pika. El mejlu, me anu, me kref, me zemër, ile shej'i në diçka, më ajo diçkaja nuk do të thot tjetë vetëm gjinja femrore, mos qesh një bre beqarë të dashur, dhe të gjorë, do me thënë, me anu zemra në diçka, pse? Pse? Lima fihi minel kemal, se aty shohisht do një përsosshmëri, një kemal, diçka të përkryer shohish aty. Duket shumë e bukur, apo? E ne dashurohesh. Kjo mund tjetë hoq, mund tjetë vetur, mund tjetë edhe ashtu si me ndyn sot të rinë të... Do me thonë, duhet shohish përsosshmëri pa të dashurohesh. E trejnë tomë se nuk e njojnë Rasulullahin s.a.s. dashurojnë gjëra të pa përkryera. E ne mendojnë vërtet, po edhe trejat. U duket kush e di çfarë frajeri kjo, a nuk e din se... Qira vetë, më falë shprehje.
Kitve në rretin qyret. Bile njani më tha, nuk e di kush tash fiksëm kujtohet, mund tjetën e ndër njani për juve këtu. Tha, hoxhu, shumë interesant. Së ne paramendojsh atë personin që e dush, fa një shprehje, tu i hik gazi. Shif? Se ta zdronat për sosshmëri në sytë e tua. Zdush ta paramendojsh ashtu, ama në martes, që ato janë. Tamam, për qatë për sosshmërin dhe e gjesh dhe ku qetër. Sa e bukur, hysh mapa mas ati ose mas asaj në tualet, shkon kita jo për sosshmëri. Prandaj, edepet e muslimanëve janë shumë ma detajshme edhe ma të holla. Që sot me u lexu një kitab që ka të bëje me ahwalu shakhsie, me raportet në shtëpi si duhet jenë, apo në medrese me hoxhën, dhe thujni, ja sa e tepërën këto. Për shembull, me një medrese ku hoxha hyn në tualet, talebja nuk duhet ta përdorë atë tualet. Se edhe ai është njeri, ama te sytë e talebes hoxha duhet jetë njeri përsosur. Kur themi përsosur, jo si pejgamber kështu. Ama në sytë e tona, mos ja shohim as një kiks. E tash njerëz kemi mangësi, nuk duhet me e përdor tualetin e njët. Nuk duhet me ul në karikën e njët. Tamam. Nuk duhet me e përdor dhe një send të hoqës. Mund të shgjersu, i venera gjerës, ndoshta gjybe, sen të e veshit, ja bësh kështu, shkove. Ja bone një njeri që ta mëson Kuranin, që ta mëson Sunnetin. Këto janë detaje shumë të holla. Mirë po, kur fillon të harxhohen që këto terbije dhe edepe, fillon të shkatërrohen edhe sjelljet mes njerëzve. Ma para, për shembull ne kena mbri, apo ka ardh baba në shtëpi, ndoshta gjenerata tona filluam ta hupim. Ama një gjenerat para neve, baba ka hyrë në shtëpi, kit në kam. Respekt. Sa i duhet të duket njeri i përkryer, se shembull dhe ki është i atë në jetë. Ose hoxha hyn, kit në kam. Tash, në xhami nuk të respekton, apo. Në xhami vjen mas teje, te kenes në dersa, e vjen mas teje. E në plus bën muhabet, e në plus të përqesh ty, e në pse i mbajsh gjujt dë njerë këshu se dhamin këmët, i thot talebes tënd, hoxhës më duket i dhem, ku e di cila pjesë e trupit, për qatë hundxet këshu. Çka presish për këti njeri? Këshu islami nuk përhapet gjema. Derisa nuk shohish një përsosshmëri, nuk pas këti edhe dashuri. Derisa s'ke dashuri fjalët, ati nuk din gjë është piktu do të hin, piktu do të dalin, për çat marrin kredita sot njerëzit. Për çat dashurohen në njerëz të gabuar. Dashni e madhe, mas 5 vjetë ndahen, që nuk i din që këto hullësina. Dhe kun qetër duhet me u kërku dashuria. Duhet ta shofish ki njeri, a din ta vlerësoj se unë jam mashkull, ajo është femër. A din se me një dyqan kur dhe hyni, nuk duhet ajo të hije para teje, ajo të mbajë ty zhak për dore. Ti duhet hysh para, ajo mbas teje. Thjesht. Nëse duhem ta dim atëherë vjen Islami. A nëse duhem të jetem si këto qerët, ma pa të thosë, po çka ka lidhje, unë e këtë e kam shok fëminie, dal një kafe dhe me atë ta pi, provoj një urnë një atër, ti zbatojmë këto, edhe pe këto terbije, tamam. Ama natyra jon këto si pranon. Atëherë edhe këto duhet mos me i pranon. Se si ti lëm këto kada, na çon komplet më për ka jo kultur tjetër e huj. Nese. Vazhdojmë tash. Do me thënë, dashni qenë ka të anoje zemra në diçka, ama pse? Pse të duket ajo e përkryer. Në momentin kur ja shohësh metat, fillon bjerë dashuria. Për çfarë duhet me pas shumë kujdes me njerëzit që do kemi shumë dobi. Bab, nën, gjysh, hoç, sidomos, mos rrim shumë e shumë, kështu në për sende intime, më thon, po më private, do me thënë mos hym privatësitë e atyne, se më pa mund na bien nga syni, a faktikisht njerëz jemi gjithë kemi ato nevoja. Mirë. Tash fillon hadithi. An Ebi Hurajra radiallahu ta'ala anhu. Hazreti Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon. Enne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa walladhi", kjo është bie. Si thoshin bies? Kasem. Fe walladhi, i betohem atij Zoti që nefsi i bjedi, nefsi im, shpirti im është bjedihi në jedin e ti. Jed arabisht, po e përkthym bukfalisht në gjuhën shqipe, del dorë. Dhe thot, ky dietari që neve kemi jetu në udhëheqjen e këtij dhe me ligjet e këtij, me fetfat e këtij neve këtu,
e kemi zbatu fen islame. Se ka qenë hoxha i Fatih Sultan Mehmedit. Tamam. Ai njeri që na ka bën neve musliman, ja pikujt e ka mësuar ai hoxhën, atë fen islame. Atëra automatikisht edhe neve kemi qenë si ky. Ne kur kemi qenë si ky, këto haditheve që kështu i kemi dhënë kuptime, që itlaqul yadi ala Allah min al-mutashabihat. Kur ta përdorin fjalën yed, thojza dorë për Allahun, kjo është nga mutashabihatet. Kaloj para disa derseve. Çka ishte mutashabih? Ato që kuptimet neve nuk mund t'u dim. Ka edhe ajete kështu, edhe hadithe ka kështu. Dhe thot, medhhebi i selefit, që neve duhet jemi gjithë selef, jo pseudo selefi, po selef duhet jemi, si Ebu Hanifja, si Abdullah ibn Mes'udi. Thot, rruga atyne ka qenë që kështu. Kur ka nërë që këto ajetet apo hadithet, mutashabih e sukut kanë heshtë. I kanë besu Allahut se është i plot fuqishëm, ati nuk mund t'i ngjaje kur gjë, ai nuk ka asnjë tëmet, nuk mund të ketë organe, se organi është formë, e forma është me pas tmeta, me pas kufi, po si e ka kuptimin, kanë heshtë. Allahu dhe pejgamberi, çka kanë thënë, ajo është hak, ne i besojmë, në detaje nuk hyn kanë thënë. Me thebi e Khalefit, gjeneratat ma vonë që kanë ardhur, tu nis nga Imam Maturidi, Imam Esh'ari, që kanë qenë nxënësit e këtyne selefëve, nxënës kanë qenë aty. Pi atyne e kanë mësu dinin. Me po e shohin se dija ka nis të bjerë, njerëzit kanë nis ndikohen nga akide të ndryshme, kanë thënë, te uil kanë shku, masrufe kanë bën nga hakikati, kanë dhënë kuptime që mund të jenë laik, do me thënë, mulaim, thënë të përputhshme me cilësitë e Allahut xhelle xhelalu. Dorë me i thanë, nuk i ngjanë Allah. Atër kanë thanë, fuqi, ndihëm, shpirti jem është fuqin e ti, shpirti jem është caktimin që e ka caktu Allahu, xhelle xhelaluhu. Tamam. Po edhe diçka, Imam Ebu Hanifja thot, te këto ajetet mutashabih, nuk guxon me thanë fiksës që kjo. Për shembull, çdo herë që do lexosh dora, nuk guxosh me ia dhënë kuptimin se cilën është fuqia. Nuk mund ti të caktosh cili është ai kuptimi i saktë. Edhe ajo gabim. Tamam. Prandaj Ebu Hanifja thot, nuk i themi dora fuqia e Allahut. E tash dikush mund ta keqpërdore kët, në të thosë se Imam Maturidi ka thënë fuqia, ja Imam Maturidi është gabim. Asnjë libër të Imam Maturidit se ka lexuar, va garantoj që krajën e vetë këtu, një rresht nga Imam Maturidi nuk kanë lexuar këta njerëz që e shohin Imam Maturidin, tamam. Rahimahullahu ta'ala. Ai vetë thot edhe unë jam selef, e në unë e besoj hiç pa hyrë në detaje, se unë mund të besoj. Allah i na ndihmoft, po edhe unë mund të besoj. Kur thom jedullah kur kalon, i besoj, e në më qetësohet zemra. Po çka do bëjmë për këtë që nuk i qetësohet zemra? Sa të mendoje komplet dale pi dini, i thush mund të jetë fuqia, mund të jetë ndihma, ashtu, kështu. Thon do sifate që prapë i takojnë Allahut xhelle xhelaluhu. Ama dora kështu nuk është sifati Allah. Kjo dora e jemja. Kjo është krijesë, kjo formë, kjo ka fillim, ka fund. Inshallah këtë ta kuptoj. Ebu Hanifja çka ka dashur se nuk i themi dora e Allahut. Fuqia fiks ta caktosh atë kuptim, vetëm fuqia në kurrë tjetër. Se atëherë bëhet prap gabim. Mirë. Vazhdojmë. Çka ka thënë pejgamberi sallam? Fa walladhi nafsi bi yadihi. I betohem atij Zot i cili thënë e ka në fuqin, në rahmetin, në ndihmën e ti, thuja emnin, shpirtin tem. La yu'minu ahadukum, tash vjen, kush vjen, bas bijes? Gjevabi. Që kjo diçka me rëndësi. La yu'minu ahadukum, nuk ka besuar, as njëni prej jush, u bom qafira tash. Klapa dhe vem, me imani kamil, me iman të përsosët, hatta derisa, e kune të jem une e habbe i lejhi më i dashur për të min walidihi nga babajti wa waledihi dhe nga djali i ti. Tamam. Pejgamberi a.s. ka thënë, nuk ka besuar as njëni për jush si duhet. Neve gjithë besojme, alhamdulillah. Ama këshu me fjale dhe me bindje, me besu, me thënë, djali jem është më i rëndësishëm se pejgamberi, kufër është kjo. Ose direkt ta thush, unë gjalin te me du ma shumë se pejgamberi, kufër është kjo. Ama në praktik,
Zemrat I dinë Allahu, ne nuk përzihemi. Tamam. Do me thënë, unë duhet t'jem më I dashur se babai dhe se djali I një personi për me ka në njeri hakikat musliman. Pe këtu çka duhet kuptojmë? Baba, atë përzihet të një sunnet I pejgamberit a.s. Borë që kije ta ngjysh pejgamberin. Tamam. Baba thot, hiqe këtë mjekër, di thuish, më falo, bab, pejgamberi ka ma shumë vlerë të une se sa ti. Zetën me të thënë atë shkuaj pejgamber të tape bukë, shpej zetën qafir, me atë njeri mos jeto me një shpi. Në Tetov, asë një njeri nuk e thot këtë. Kejt e kanë për kompleksit, po që dëfolin, këtë e këtë rena të shejtanit janë këto, mas një muje, sosen ato muhabetet. Veç o puna neve gudzimin a dhe marë. Të muhabete qera, sos. Nëse një prind djalin e duron që e ka drogirash, narkoman, alkooliqar, ty me mjekër dhe duroj ma kolla I rajrat. Veç e ka një farloj kompleksi. Në fundi dhe thos se s'kom be gjithi boj që vet ka vendos që është. Ama mos e harrojmë që këtë, mund bojsh sebeb t'ja shpëtojsh akiden e në imanin. Se ai, ndoshta, 50 vjet, 60 vjet ka jetu duke mendu se mjekra është diçka e fliqur, diçka e pis që duhet pastrohet. Ose diçka që nuk duhet mbahet. Kjo akide problem. Kjo në iman është problem. Ti indirekt dhe bojsh sebeb, a I dëmsohet në atë mjekër, e ndë e shofe se normal që në ka një njeri me mbajt mjekër. Ma pa, me atë ndjenjën e prindit, ndoshta dhe të ruje ty, kur dhe të shaje dhe kush, dhe thosë se mo manguca se e kom gjallë. Ashtu janë, tash nuk dhe jetë trahtar. Kur dhe vajtë dhe kush t'i thosë se gjyja boba I gjaliot me atë mjekër, rajrat nuk t'i thosë se di rajnë me qatë besimin. Dhe dale zot, se dhe e kapet pak të në ndjenja prindërore. Nëso insan flasë, nëso kësha vrizil, për ato s'kemi koment. Pak nëse ka respekt për pejgamberin, pak nëse ka ndjenja prindërore, dhe dale zot, u bone sebeb t'i dale zot mjekrës. Pas disa dit e vdiq, vepra e fundit, qka ke boj, ke dal zot mjekrës. Ku dhe përfundoj një njeri që I del zot mjekrës? Me lejnë Allahut ka pejgamberi a.s. Të kishe vazhdu që ashtu pa mjekrë se baba jem do në ta hek mjekrën, vepra e fundit një njeri si dyshman I mjekrës. Ka dhe shkoj ai njeri si dyshman I mjekrës? Pa ne janë sprova këto për neve të rritë. Pak bëj një sabër, një 2-3 dit, s'fa ka quda 3 dana gjithë, 3 dit dhe folin, 4 dit dhe qetësohen. E në mapa duket alis e bukur. Ama si di duket e bukur? Kur dhe kalzëm sjelljet bukur, mapa those e halis ki si u bo me mjekër, ndroj, më gjonë ma shumë, më donë ma shumë, punon për të majrën teme, për të majrën e shtëpis, ma shumë. Allah ja rabi gjithve na e iman të përkryer. Tash, dietarët, ulemat e kanë një adet, në librat e tyre, bëjnë monolog. Imagjinojnë si kur ka dhe një talebe për para, e në thotë, nëse thua këshu, nëse më parashtrysh pyetje, e në unë të jap gjevapin. Që thotë, fejnë kulte, nëse më parashtrysh këtë pyetje. Dashuria është, mahabbe me dash diçka, është ta shohësh një send të bukur dhe të përsosur. Thotë, si dhe duam një person që nuk e kemi parë, si dhe dush një person. Te nuk e ke pa, nuk e dish sa është I përkryer, sa I bukur është, apo? Neve gjevapin ta japim kështu. Ta cekëm më herët se dashuria është me të të anu zemra në diçka që ka përsosshmëri. Dhe kjo përsosshmëria nuk ndërlidhet vetëm me pa, me sy. A nuk e ke pa, çka thot një poet I famshëm, wal udhun ta'shaqu qabla al-'ayni ahyana. Edhe veshi dashurohet ndonjëherë para syve. Ngjysh fjalë të mira, ngjysh fjalë të mira, ngjysh fjalë të mira, të ka hyrë një dashni në zemër. Apo? Ngjojni pi mua shpesh, hoxha jem. Për dikë bëhet bajat, se nuk ja bon nasip të dashurohet, disa pe juve u dashurut, e në u interesoj ta shef një hoxhën, apo? Dhe kush halan do shta se ka pa, ama hatri jem gjitha to muhabete që I kam tregu, fillon një dashni të ndjeje. Nëse tash e kemi edhe internetin, hysh e shofish, vërtet edhe aty ta jep një ndikim, një nur të madh. Provo shife për së gjalli. 10 sekonda shife. Vesh një aleikum selam të ta boje shife, çfarë nuri qenë ka. Tamam. Ja, përgjigje u dha. Hala nuk e ke pa, po e dush. Edhe neve Rasulullah s.a.s. qashtu e duam, tamam. Ibn Battali është një pej
ulemave që ka bërë komentim të Sahihul Bukhariut. Thot, dashuria është tre lloje. Ti dim këto, do kallëzojmë muhabet nesër, kur do dalish në kafe sefte. Ama më si e ke bën një qahin me hosh. Ose takimin e parë, do dalish ajo dhe që aty, dejgjën dhe ketë ajo aty, dejgjën me e patë së një bësh muhabet, fregesh. Mirë po dhe një antar të familjes, apo, jo tek a tek, amon, ta bëjmë halis si muslimat. E tash, dashuria është tre lloje. E para, mehabbetu ijlalin ke mehabbeti l-walad li walidehu. Dashuri respekti, si që e don fëmia babën e vet, apo talebja hoxhën e vet. Wa mehabbetu shefqatin wa rahme. Grupi i dytë është dashuri nga mëshira dhe nga butësia, anasjelltas. Baba si e don gjalin, edhe këto janë dashni. Dhe e treta, wa mehabbetu sairil eshja, mehabbetu istihsan. Kretë gjërat tjera që i duam, jashtë këtyne, ditë parave. Këtë janë se na duket diçka e bukur. Dhe njeri dashur, për shembull, librin, nuk o njeri libri, pa ta respektojsh, apo kur tjetë aty libri, selamu alaikum, tja qush një qaj. Ama dashurohet njeri. Pse? Dashurohesh në temat e bukra në brenda. Dhe njerë halis, një vakët unë të qenë talebe, për një tefsir, u dashurova, së në rejsha pa e ledzu. A ledzu është e një ajet, më interesant e Fakhru Razi që ka thënë tefsirin e vetë. U dashurova. E në interesant, neve nuk jemi kërkushi t'i vlerësojmë ulemat. Ama, përputheshte, çka thot ai, po, çka duhet jetë? Interesant është, vallai, ajo zemra përputhet. E tash, këto dashnia tjera, janë dashnia se duket diçka e bukur. E para çka ishte? Respekt. Gjali me babën. E dyta, e kundërta, baba për gjalin, sa do që ta kish të shëmtuar babën, Zoti na ruaj në një smundje, prapë dushë në respektosh. Allahu na ruaj, Allah më na sprov, po si do që ta kish fëmin, evlati është evlat. Allahu sabër u dhasht, ama edhin neve pikshu i shohim dë njerë kur sprovohet dë një familje, gjina. Jo, për atë fëmija i veto prapë me i ambli me i sheshti. Sesh, i që këti loj. Allahu na i ru gjithve fëmit. A e treta vërtet kërkon të ketë një bukuri. Kjo bukuri, më varet ti si e vlerësojsh këtë dynja. Unë e dashurojmë në mjekër të bardh, në shall, në gjybe, në dijen që ma dha. Va sugjeroj edhe ju mbajni dashnijat në ato punë. Se këndim mund të ketë ndikim nefsi. Dashurohesh e ne harrojsh këtë fen islame. Kam thënë edhe me një ders, gajlen më të madhe që e kom për të rit, kur hin shkollat mesme, me nxej se e kemi bind fale namaz pin fillore, çka do të thotë klasa 8, 9 njeri të fale namaz. Hyn shkollë të mesme, dashurohet ajo vajza ne. Ma po duhet ta ndjekë në Instagram, duhet shkoj në kafe që del ajo vajza që shkoj tak falleki. E ma pa i që ndin dhe e fali ma pa në shpi se tash duhet ri këtu, se ma pa ku dhe e shofe njerë këtë cauca pa. E mësojt që ashtu talane namazin me xhamat, ma pa fillon t'i hupe ndjenjat për islam, koncentrohet ma shumë të kjo, a nuk e din se ajo ndoshta me 5-6 veta qerë në një të nko flet, e në ma pa kur e merr vesh, prap bëhet pishman edhe jet me ato ndjenjat e tradhtuara. Jet me telefonin dorë. Pa tash një pyetje tjetër. Po nëse ma parashtrosh se këtë pyetje, thot, fejnë kulte, nëse më thua mu. Çka është ma hakikatu hubbi Rasulillah s.a.s. min ummeti? Çka është hakikat në të vërtet ummeti ta du se Rasulullah s.a.s. Si dhe kuptojmë këtë? Ta du pejgamberin. Sahabët kanë pas mundësia ta dëshmojnë. Ka vdek në rrugën e ati. Këtë pasurinja ka dhënë ati. Thot, për neve vlen kjo, temenni liqaihi. Me pa shpresa dhe me andru një ditë ta takojmë atë. Kjo është hadis ta dëshmojsh se e duash Rasulullah s.a.s. Sa veta për neve kanë këtë gajleve. Si di dal para Rasulullah s.a.s. Gajle nuk e kanë. Allah, ja Rabi, na eshto dashnin për Habibin tënë sallallahu alaihi wasallam. Ditë e natë mendojmë, ja Rabi, kur do takohem me atë dashur, kur do takohem me atë dashur. E në mos të na kujtohet kur gjën tjetër përveç kësaj. Ato tjerat janë të harxhosh pasurinë në rrugën e tij, po edhe shpirtin, trupin, jetën, rinin në rrugën e tij.
ti ruajsh urdhrat e atij dhe të largohesh nga ndalesat e tij. Po haj si sahabët neve direkt atij ndoshta së ndihmojmë kështu me trup ose me pasuri, ama fes atij mund të ndihmojmë. Ka një talebe studion për hoxhalek, i kije kushtet e mira, thuj, derisa je në studime, unë e të rimbas. Ama edhe ai le të ketë kujdes ka studion. Nuk ma pa dvaje të na bëhet bela këto, të na prejqe rrugën e pejgamberit me pare tuja. Po hoxha unë e kom pat njetin e pastër. Pse nuk japish me njet të pastër për dë një vetur, pa lidhje, pare, po shkujsh e provojsh, e qysh të ustajt, e mekaniku, atë këtë, 5 muj hulumtojsh vetura, ma në fund e zgjedhish një vetura, po, se pare japish. Për këtë dynjalek, ta i devozitish. Edhe për kështu ta shojmë, ki ka ambicje, ki dhe bëhet halis hoq më duket. Nuk të t'i përdore në internet kafe paret. Unë njerë uzuna, që ta fesat, u deshta dëshmoj se jam shqiptar. Që ta fesat atjen së të mbë. Vinte njeri gjyna i për pare zeqati, këto në internet kafe. Që ta fesat, sa shë mbaret u vej. Bile, derit e hoxha e diskutum këtë punë. Në qitën mu fit në gji fesat që së medresa, ama hakikat ishte që tërsend. Më pengon kur një musliman te ke punu, ditë e natë ke punu, parja jote të shkojnë në internet kafe. Ta ja ke dhanë ati, hoxh të bëhet. Nuk bon. Pse hoxha a gjyna në internet kafe? Se di, për ju ndoshta nuk, për një hoxh është gjyna të shkele në internet kafe. Tamam. Për një hoxh flas. Pare që na jep neve xhamati për të ushqyer fëmijë, ne shkojmë në internet kafe. Bon shtëpi kemi internet, bon telefona kemi internet, edhe atje një Counter Strike më kanë bet, së ne bësh sabër si hoxha efendi. Tamam. Për çfarë duhet me i lezu këto qitape? Këto qitape të hapin atë seriozitet, të vajnë bare, do thuish për shembull, kish këtu dëni talebe që studionte për hoxh, do thoshte une ditën e ngjova Sahihul Bukharin, në akşam të shkoj, Counter Strike nuk shkon. Ama duhet pak edhe kështu me fol me talebet që studion për hoxhalek. Hafız bëhet nuk e fal namazin, tu lut Counter Strike, o subhanallah. Po të mallkon betu ai Kur'an pastaj. Të mallkon. Dikush i jep pare që ti të tasosish atë hafızlek. Dikush ka dhënë pare të ndërtohet ajo medrese e hafızlekit. Të paguhet ajo struja. Duhet pak ma thellë me i mendu. Hoxha jon çashtu, kësa i thujnë me ta ngjall shuurin, vetdijen. Ne vetë njerë harrohemi. Në veç rezultat. E kina qit hafëzin. Këtë e kina qit hoxh. Këtë ja kina dhënë diplomën. Nuk u ashtu, duhet pak me jam gjallë vetë dijen. Hoxha në rizil në bëjtë, kur së ne qiqim dersin si duhet. Këshu, s'ka të hoxha këshu. Ta i nesër të dalish para xhamati, duhet fiks të adish dersin. E në thoshte, si dja ip një hakin që kësaj buke që këtu. Veç me një forë, tu e mësu që këtë dersë. E në dhe ashtë bukën e asaj medreses, e në nuk dhe mësu është dersin. Haram ma i math për një hoqë që kjo është. E ku mo të hash bukën e asaj medreses, atë mendojsh se ajo medreset mëson gjajet gabume, e në ti në shpi kur shkush, falesh ndryshe namaz. Munafik! Munafik! Ki, ma pa nesër të nabot hoqë, na kalzoj për din derses, takfirullah. Gjili pishatej. Gjili pishatej. Me paret e mija, ma pat mashaje, Imam Maturidin. Hiqu pi medreses tonë. Dil, shko gjej medreset në tënde. Mirë. E kuptum, apo si mund t'ja dëshmojmë Rasulullah s.a.s. dashurin. Edhe një dhe lexojmë, edhe mo me lene Allahut e mbarojmë dersin e sotshëm. Babu halawetil iman. Nën titull prap, një hadith ka të bëje me lezetin, knatësin e ëmbëlsisë së imanit. Si dhe ndjesh atë knatësi të imanit. Thot, Enesi radiallahu anhu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam kale, thelathun, 3 gjëra, men kunne fihi, kush i ka që këto 3 gjëra, wajede halawatel imani, dhe gjeje lezetin, shijen e imanit në zemër. A mund të ketë imani shije? Fjala iman, koncepti iman, me besu, është diçka maqul, që mund vetëm me zemër edhe me ndjenja me e ditë, apo? Haj vizatoma imani, çka është nuk vizatohet.
Ama vizatoje baklavan, mund ta vizatosh. Haj preke imanin, s'u ne prekesh. Haj preke baklavën, mund ta prekesh. Kësa i thunë teshbih. Është një lloj mexhazi, istiare, meknie i thunë këtyne. Do me thonë, e përngjason një herë në një trup që preket për ta kuptuar më mirë, mapa ja atribon lewazimin asaj. Një cilësi që çdo herë e ka. Tatlia, baklava, me çka cilësohet? Me ëmbëlsi apo. Tamam. Atëherë imanin dhe e paramendur si një baklava, si një sheqerpare, e tash ëmbëlsinë e asaj, shijen e bukur të asaj. Imanin që kështu e bën një krahasim, tamam, me xhasit të mëse. Istiare meknie. Që? Kush i ka që këto tre gjëra dhe ndjeje shijen e imanit? E para, e yekun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tjetë Allahu Teala Jelle Jelaluhu wa rasuluhu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam tjetë ahabba ilayhi, tjetë më i dashur për atë person mimma siwahuma se gjithçka tjetër përveç të dyjave. Do me thënë, jashtë Allahut edhe pejgamberit nuk duhet asgjë shtin zemër më shumë se Allahun e pejgamberit. Po, gruan dhe e dush, nanën dhe e dush, gjalin dhe e dush, ama Allahu dhe pejgamberit dihet më i dashuri. Këtu po e gabum që këtë ekuilibër, preshet jeta. Preshet jeta. Kur dhe vesh kriter, unë kufi i kam ligjet e Allahut dhe pejgamberit, atëherë dhe menaxhojmë jetën mirë. Po nuk e vum këtë kriter, ma pas kje kriter. Njerë si dhe dose nana, si dhe dose gruja, si dhe dose cauca, e në ma pa fesate në shpi. Pse? Po të gjenjove nanën, ma pa të kur të ngjosh gruan e dhe those, po të gjenjove gruan, jo, unë e ngjoj Allahun edhe pejgamberin, pik. Në kur dhe thonë, ti ku më thirish aty, Allahu nuk më lejon të shkoj, atër s'dë kese që ka të those. Kjo, atë që dush të blesh, Allahu pejgamberi nuk më lejon të blej, që atë i dësose në muhabetet, e në fesatet. Momentin kur s'kemi kriter, atër lindin këtë fesatet. E para kjo. E dyta, e yuhibbe al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Ta dose një person vetëm për rizat të Allahut. Kur ta dush një njeri, ta dush veç për rizat të Allahut. E në këto bëhen vetëm në xhamia, vetëm në xhamaat, vetëm me hoxhallar, vetëm në mexhlise. Atë ku do bëhet muhabeti Allahut. Në kafe ku luhet gurës, atë shokun nuk mund ta dush për rizat të Allahut. Se po ta mbylli me joker, e nëse lujni kush hupën pagun, me njerë hyn një urrejtje. Sa herë janë zënë shokët më ngusht me çeksi punë. Për 100 dinar zihen. Pse? Nuk e dush për Allah. E dush vetëm për çështje personale, interesi se duhet ki është një shok e në dalish të harxhosh vakët me atë. Momentin kur preket xhepi ose karakteri jot ose personaliteti jot, me një tek nxjerrin dhëmët. Pse jeni mbledh ju di keni shku musëm keni therr, pse e bëni atë, pse bëni kështu, pse bëni me p atë llaf që e përdorim, apo kitë që këto trit me çeksi shoshnish mirë. Me njerë me p. Shumë fjalë ka me p që i përdorin trit, apo se ne kuptuat me njerë me të parë. Allah ja Rabi, bëva nasib trive që shnon vesh për rizat Allahut. E na jo ku bëhet? Mezhlis. Para qitapeve. Dhe treta, e njekrahe e njeude fil kufri, kema jekrahu e njukdhefe fin nari. Ta urej këthimin në kufër, një lloj si e uren apo i pengon të hudhet në zjarr. Si hik njeri për zjarit, a mdoç, që ashtu duhet me hik edhe pe adeteve të kufrit, apo kohës kur kemi jetu si qafir Zoti na ruajt. Prandaj sot, shumë të ri, fillojnë falen me emocione, e ne mendojnë se 70 vjetë që ashtu dëshkoje, nuk dëshkoje ashtu. Me njëherë duhet me hik për atyne adeteve të vjetra, me u kap të dëni hoqë, e në mos e lash, si tha hoxha i nderum që ertë na vizitoje, apo unë me konvent juve nuk e la hoxhën as 1 minutë rahat. Halis që ashtu duhet me qetë. A unë ma pas du të ngri telefon në qëtër, po në problemi jem është. Aba taj duhet me ndësht se unë as 1 minutë nuk duhet të la hoxhën rahat. Non stop duhet rej me hoxhën. Veç që ashtu shpëtohet imani. Me këthynë ato, po e shoqni, e dalim pak që tajsim ka struga, ka deti, pak me ato, pak me këto, e gjesh vete në një diskotek, me dëni bulgark, me dëni ukrajnack, që ditesh? A, qeshi, mama. Këto janë, a u kam thanë me një dërës.
Unë këto rasti që i tregoj, nuk janë trillimet e mia. Se për ndryshe, vallaj do e kisha xhiru një film. Unë këto shembuj i marr për jetës, bile mo thome ne pi rrethit toni marr. Atëherë nëse ky person ka mund që aty të përfundojë në tej, e në unë mund të përfundoj. Prandaj, ato adetet e vjetra duhet me i hik, një lloj se me i hik zjarit, Allah e në mu, e në xhamatit boja nasip. Atëherë si shpërblim, do fillojmë ta ndjejmë lezetin e imanit. Mirë, me këtë dhe mbarojmë dersin, inshallah u bo mirë, do mundohemi një javë një herë të paktën, edhe këtë kitab ta lexojmë. Allahu na e krijoft efektin në zemër dhe na bof nasip të zbatojmë këto hadithe në jetën praktike dhe t'i dalim Zot haditheve. Në mundësisht të ngjojmë këto derse, më na vije mërzi, se i na mësuan neve me shorca ka 30 sekonda 1 minutë, do bëjmë sabër. Dhe lishojmë 30 minuta, 50 minuta, dhe ngjojmë e ne inshallah dhe mësojmë dinin e Allahut. Wa akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.